Në mënyrë të hapur, pa u kursyer askush dhe pa përmbajtjen e zakonshme që është karakteristike për takime të tilla. Drejtoria ekzekutive e Maqedonia 2025 Nikica Mojsovska-Bllashevski tha se ende nuk kemi konsenzus se çfarë ekonomie të tregut dëshirojmë, se bizneset luftojnë për të shfrytzuar resurset publike e jo për të krijuar resurse të reja. Punëtorët luftojnë për pagë minimale, jo për përvetësimin e aftësive të reja, që do t'ju mundsoj pagë më të lartë dhe se sistemi mbrojtjes sociale nuk motivon 90.000 persona për të kërkuar punë, në kohën kur kemi mungesë të fuqisë punëtore, thot Mojsovska-Bllashevski. Për këtë, Maqedonia nuk mund të apërojë shpejt si vendet fqinje. Сето ова создаваше циклус на стагнација. За жал, многу години по почетокот на транзицијата, ако ја гледаме главната мерка, тоа е бруто домашниот производ по глава на жител, состојбата не е така добра. Денес, нашиот бруто домашен производ по глава на жител е околу 42% од просекот на Европската Унија. Dhimbje e veçantë janë investimet kapitale të cilat shpeshherë janë vetëm në letër. Tani paralajmërohet valë e re e investimeve prej disa miliarda eurove, por që të mos jenë këto ndërtime investime të gabuara, prej tyre patjetër të ketë interes ekonomia. Fitimet e tyre dhe puna e mirë i kthejnë parat me të cilat shteti do të hyjë në borxh për ndërtimin. Она што е најважно дека постојат разговори помеѓу владата и приватниот сектор за тоа што е приоритетно за приватниот сектор. Знаете дека многу компании, особено од специфични индустрии, се соочуваат со предизвиците на инфраструктурата бидејќи не можат брзо, лесно и ефтино да ги извезуваат своите производи. Në mënyrë shtesë, problemi i madh është korrupsioni, që sipas ulëmtimit të Maqedonia 2025 është 40%, ose gjysmë milion persona në shtet kanë dhënë në rishfet, andaj një prej zgjidhjeve është digitalizimi. Nga kjo organizat besojnë se plani i qeverisë për digitalizim deri në vitin 2030 nuk mund të realizohet. Недостатокот кај нас е во фокусот и во стратегијата во сите области на живење. Не може дигитализацијата да биде движена само од лидерите во технолошките сектори. Таа всушност треба да биде вплетена во стратегијата на сите области на живење. Дали е тоа социјала, дали е здравство, дали е индустрија, дали е земјоделие, дали е граѓански права. Kryeministri Hristijan Mickovski tha se secili që do të ballafaqohet me korrupsionin, menjëherë duhet të denoncojë, pa dallim nëse në të janë përfshirë edhe përfaqësues të lartë të qeverisë. Ai theksoi se i pranon kritika dhe se është normale që qytetarët kërkojnë rezultate të shpejta, ndërsa qeveria është ajo që duhet punuar. Мајки ги првичните индикатори, индустриското производство, туризмот и останатото, не би се изненадил ако имаме меѓу 3,5 и 4%, што ќе представува раст на бруто домашен производ, еден од водечките во Европа. И не можеме ние наеднаш да направиме целосна трансформација, бидејќи нашите трговски партнери се земји кои што имаат раст на бруто домашниот производ или негативен, или меѓу 0 и 1%. Mickovski në suazat të samitit zhvilloi takime me disa biznesmen të rëndësishëm botror, siç janë Giancarlo De Vasini nga Teter dhe Chris Pavlovski nga Rambell.